Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Del sekreti ushqimor që ju rrit kujtesën, përmirëson shpejtësinë e trurit dhe rikuperon memorien. Kujtesa është aftësia e organizmit për të koduar dhe depozituar informacione, në mënyrë që ato të riprodhohen dhe të përdoren më vonë. Psikologët e zhvillimit dhe mjekët pohojnë se ka gjithmonë truke dhe sekrete për të pasur një kujtesë më të fortë dhe afat gjatë. Në këtë video do të listojmë disa nga ushqimet më të mira që ndihmojnë në mirëfunksionet e kujtesës suaj dhe janë një aleat i mirë i shëndetit të trurit sipas ekspertëve të LSI. Boronicat përmbajnë substanca ushqyese të njohura ndryshe si PCO, të cilat mbrojnë trurin nga toksinat mjedisore dhe ulin veprimin e radikaleve të lira. PCO ka veprim antiinflamator dhe stimulojnë kujtesën tuaj. Ekstrakti i domates, siç është likopeni, është 10 herë më i fuqishëm se vitamina E. Likopeni përmirëson funksionet cerebrale si dhe ndihmon aftësinë e memorjes afatgjatë. Spinaqi është shumë i pasur me vitamina dhe proteina. Konsumi i tij mbron qelizat nervore nga efektet e plakjes. Vitamina më e fuqishme e spinaqit është vitamina K, e cila ndihmon në vendosjen e ekuilibrit të sistemit nervor qendror. Farat e kungullit ndoshta të vogla janë minerale të vërteta të vitaminave. Farat e kungullit janë shumë të pasur me vitaminën E, omega 3, 6 dhe zinc, minerali që luan një rol të rëndësishëm në mirëfunksionin e receptorëve të kujtesës dhe në procesin e të menduarit. Në vezë gjendet kolina, një përbërës shumë i rëndësishëm për shëndetin dhe ndihmon në zhvillimin e funksioneve kardiovaskulare dhe atyre cerebrale. Kurkuma. Shkencëtarët vazhdojnë të habiten nga fuqia e kurkumës në trupin tonë. Kurkumat kanë veti antiinflamatore dhe ndihmojnë ekuilibrimin e sistemit nervor qendror. Konsumi i saj ndihmon në parandalimin e Alzheimerit dhe gjithashtu rrit aftësinë e trurit. Një tjetër produkt shumë i rëndësishëm dhe një aleat i shëndetit të trurit është edhe brokoli. Brokoli është i pasur me antioksidantë të rëndësishëm që parandalojnë dëmtimin e radikaleve të lira. Ai përmban gjithashtu acidin alfal, i cili mund të jetë një substancë që mund të ndikojë pozitivisht për shëndetin e trurit. Çokolata. Prezenca e shtuar e kakaos në përmbajtje të çokoladës, e cila është e njohur për efektet e mëdha antioksiduese, të cilat i detyrojnë më së shumti elementit flavonol, ndihmojnë në përmirësimin e qarkullimit të gjakut në tru. Këtë element më shumë e gjejmë te çokolata e zezë. Zarzavatet. Të gjitha llojet e tyre janë të pasur me vitaminën B6 dhe vitaminën B12. Zarzavatet janë shumë të rekomanduara si për moshat e reja, ashtu edhe për shëndetin e trurit. Arrat, gështenja dhe në përgjithësi të gjitha llojet e farrave janë një mundësi shumë e mirë ushqyese për ju. Ndikimi i tyre në shëndetin e trurit i detyrohet prezencës së antioksidantëve omega 3 dhe omega 6, por edhe magneziumit dhe tiaminës, të cilat njihen për funksionet e tyre kurative. Frutat. Këtu futen të gjitha llojet e frutave, por më të rëndësishmet janë manat dhe manaferat blu, por edhe arrushi i zi. Të gjitha këto në raport me trurin janë konsideruar edhe si superfruta. Vezët. Sa më shumë avancon mosha, aq më shumë truri fillon edhe të tkurret. Gjithashtu, vezët për shkak të përmbajtjes së lartë të vitaminës B12 dhe lektinës ndihmojnë shumë në kufizimin e këtij atrofizimi. Gjithashtu edhe kolina, e cila është përbërje e kolesterolit, luan një rol të rëndësishëm në përmirësimin e kujtesës. Ndaj konsumi 1 deri në 2 vezëve në ditë do të ndihmonte shumë në këtë drejtim, por më tepër do të ishte jo e rekomandueshme. Drithrat. Në këtë kategori ushqimes, përfaqësuesin më në zë janë gruri, mistri, orizi. Këto produkte, përveç se janë të këshillueshme në recetat dedikuese, janë po aq të mira edhe në drejtimin e shëndetit të trurit. Efekti pozitiv i këtyre ushqimeve detyrohet përmbajtjes së shtuar të acidit folik, vitaminës B6, tiaminës, të cilat nga ana tyre ndihmojnë në përmirësimin e funksioneve të trurit. Sa më në moshë jeni, aq më shumë të rekomandueshme janë ato. Ndaj, sigurohuni që të pasuroni dietën tuaj edhe me produkte të cilat do të ndikojnë pozitivisht për shëndetin e trurit dhe do të sjellin përfitime të mira ushqyese. Boronicat. Ky frut i pyllit është i pasur me ushqime me lëndë ushqyese të pasura për trurin.
Konsumi i boronicave ul rrezikun e Alzheimerit me 53%, citon The Elside. Sipas studimeve, të gjitha frutat e pyllit janë të mira për shëndetin, por boronicat janë më të pasura me flavonoide. Flavonoidet janë antioksidantë që mbrojnë trurin nga stresi oksidues dhe për më tepër ato forcojnë mjetet e komunikimit të qelizave të trurit. E verdha e vezës. E verdha e vezës përmban vitamina të kompleksit B që përmirësojnë shëndetin e trurit. Këto vitamina forcojnë kujtesën dhe ndihmojnë qelizat e trurit të komunikojnë në mënyrë më efikase me njëra tjetrën. Krahas të mirave për trurin, e verdha e vezës përmirëson memorien, lufton mbi peshën dhe është e mirë edhe për grashtë të zana. Vaji i ullirit. Shkencëtarët konfirmojnë se konsumi i vajit të ullirit ekstra të pasur mbron aftësinë e kujtesës. Konsumi i përditshëm i vajit të ullirit ndihmon në menaxhimin e peshës dhe të kontrolloni sasinë e sheqerit në gjak, të lehtësoni depresionin dhe të mbroheni nga sëmundjet kronike. Në dietën tuaj përfshini edhe salmonin. Ky peshk është i pasur me acide yndyrore omega-3 që janë thelbësore për shëndetin e trurit. Këto acide yndyrore paksojnë inflamacionin dhe stresin oksidues në tru. Ato gjithashtu kufizojnë utkurrjen e trurit si pasojë e moshës. Salmoni përmban vitamina B si fosfori, zinku dhe kaliumi, si dhe grupi vitaminave B, riboflavin, niacin, tiamin, B6, folat dhe B12. Salmoni është i mirë për shëndetin kardiovaskular, për riparimin e indeve, funksionet e duhura të tiroides, lufton inflamacionin e nyjeve dhe ndërton inteligjencën të vegjëlit. Arrat janë një zgjidhje mirë ushqyese për ju. Edhe pse arrat konsiderohen të mira për përmbajtjen e acidit alfa-linolik, një acid yndyror me bazë bimore. Ekspertët thonë se njerëzit që konsumojnë rregullisht arra janë më inteligjent dhe me mendjen prehtë. Arrat ndihmojnë në mirë funksionin më të mirë të trurit. Arrat, krahas të mirave që sjellin për trurin, përmbajnë edhe vitamina, ushqejnë flokun, luftojnë kolesterolin, diabetin dhe gjithashtu ushqejnë shëndetin tuaj të lëkurës. Pasuroni dietën tuaj me produkte mjaft të mira, të cilat do të ndikojnë pozitivisht në mbrojtjen e shëndetit të tij dhe do të rrisin performancën e trurit. Arrat janë një burim i shëndetshëm i lëndëve ushqyese që ndihmojnë në përmirësimin jashtëzakonisht të shëndetit tuaj. Volontimet thonë se përfshirja e arrave në dietën tuaj të përditshme përmirëson funksionet e trurit dhe ul rrezikun e rënies së njohjes dhe gjithashtu njerëzit që kanë arra të ngarkuara me yndyrra të shëndetshme dhe vitaminën E kanë një memorie më të mirë, mendje më të mprehtë krahasuar me ato që nuk i kanë. Peshku i yndyrshëm. Peshqi si salmoni dhe arenga janë jashtëzakonisht të lartë me acide yndyrore omega-3, të cilat rrisin vëllimin e trurit dhe ndihmojnë në përmirësimin e arsyetimit dhe të menduarit logjik. Këto peshq të mbushur me antioksidantë gjithashtu ngadalësojnë rënien njohëse dhe zvogëlojnë rrezikun e zhvillimit të sëmundjeve që ngadalësojnë trurin. Ekspertët e shëndetit rekomandojnë shtimin e peshkut të yndyrshëm të paktën 3 herë në javë në dietën tuaj për të marrë sasi të mjaftueshme të acideve yndyrore dhe për t'i dhënë një nxitje të jashtëzakonshme shëndetit tuaj të trurit. Vezët janë një centrale elektrike proteinave. Së bashku me të qenit të shijshme, ato janë gjithashtu të mira edhe për të konsumuar në forma të ndryshme. Të mbushura me lëndë ushqyese si kolina dhe luteina, vezët mbështesin funksionin e trurit dhe ju ndihmojnë të keni një mendje më të mprehtë dhe më të zgjuar. Sipas ekspertëve të shëndetit, duhet të hani të paktën një vezë në ditë për të marrë dozën ditore të proteinave. Gjithashtu, përveç ushqimeve që duhet të konsumoni, ka edhe një sër produktesh të tjera që duhet t'i hiqni nga dieta juaj, siç është sheqeri. Sheqeri dhe pijet e mbushura si sodat, pijet energjike dhe lëngjet e frutave janë një ushqim mjaft i keq për shëndetin e trurit, dhe konsumi i tyre do të krijojë probleme në shëndetin e kujtesës dhe zhvillimin e problemeve të tjera. Ushqimet e përpunuara dhe alkooli gjithashtu duhet të mbahen sa më larg nga dieta juaj, për të evituar kështu ndonjë komplikacion të mundshëm që mund të lidhet me shëndetin tuaj të përgjithshëm. Vëmendje: ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që do informohen edhe miqtë tuaj.